Kështu që prokurori kur është kërkesa se ka vështirësi, se ta thash dhe erës që shkoj, ka shumë vështirësi për ngjarje para 15 vjetësh. Tani që ta vlerësosh mirë çfarë dëshmitarësh do të thrazë, se nëse e marrim teorikisht se gjendet një fajtor, do shkosh në gjyq, vit dëshmitari para gjykatës dhe gjyqtari të pyet. Ky dëshmitar çfarë lidhje ka me fatin dhe çfarë provon? Nëse s'provon gjë, atëherë tërzohet si kërkesë. Nëse ka lidhje, se kjo lidhet me motivin se ke fol me personat protagonist, sepse këtu po diskutohet. Pra që ke fol me personat protagonist, atëherë prokurori merr vendim ose i mund t'i çojë e çmon, edhe mund të mos i kthej përgjigje, po çon fletëthirrje në lidhje me shkresën e datës kaq, jeni i ftuar të mirëpriteni, duke qenë se është i paraburgosur, mund të kalojë dhe të pyetet ose në ambientet e paraburgimit ose, por kjo është gjithçka, si të thush, aksesi i prokurorit në lidhje me veprën penale, sepse thash prova duhet të ketë lidhje me faktin. Provohet fajësia, provohet mënyra ndodhes veprës penale, ku ka qenë Ilir Meta në kohën e ngjarjes, dhe kjo që ka lidhje, sepse fakte tjera për shembull neve nuk mund t'i marrim për fakte që s'kan lidhje me ngjarjen. Zoti Xheri, ju keni qenë ministri i Brendshëm në kohra delikate, në momente delikate. Realisht, cili është pozicioni i ministrit Brendshëm sipas vlerësimit tuaj në këtë ngjarje? Po flas për rolin e ministrit, nuk po i hyj konkretisht zotit Basha. Po themi roli i ministrit Brendshëm, pasi duket që hetimi i kësaj radhe është e zinxhiri i komandës. Në gjykimin tim, këta që ju shmangën hetimit, pasi ndodhi ngjarja e 21 janarit, tashmë kanë drejt jenë të shqetësua. Sepse kishin fjetur mendjen që kjo çështje u mbyll. Kaloi në 3 shkallët në gjyqësor, u kualifikua vrasje nga pakujdesia, u dënuan 2-3 veta me dënime qesharake, neve e shumta për shpërdorim detyre është parashkruar dhe u ka ardhur mirë në ndihmë prokuroria dhe gjyqësori. Prokuroria u ka ardhur në ndihmë sepse i përjashtojti nga hetimi, pa drejtësisht, shkeli ligji, përveç shkelive tjera, po i përjashtojti. Do thotë nuk bëri hetim të plot, të gjithanshëm dhe objektiv. Edhe pse mund të ketë në një mendim tjetër kolegu që ka mund në krah. Fakti që si përfshiu në hetim, do të thotë i përjashtoi nga hetimi, u dha një ndihmë të mirë. Edhe pse ata kishin dorë në këtë ngjarje. Gjykata i vuri vulën e kualifikojti vrasje nga pakujdesia. Se si mund të ketë vrasje nga pakujdesia në bashkëpunim, ata e din, natyrisht ata kanë bërë interpretime, me sa kanë mësuar, kanë arsyetuar që vrasësi autori duhet ta di, ta njofi, ta identifikojë viktimën e meramit. Edhe në këto raste ata nuk kanë identifikuar arsyetimet e tilla. Po le të hapin doktrinë e drejtës penale, le të hapin dhe atë ndërkombëtare, të marrin raste analoge në tubime të qytetarëve, nuk ka vrasje aty nga pakujdesia. Tani ku qëndron thelbi i problemit? Përpara se të argumentoj ku është thelbi i kësaj çështje, do flas për statusin e ministrit dhe raportet pse përfshihet ministri i Brendshëm. Komandanti tashmë quhet drejtori i përgjithshëm i gardës, se ka ndryshuar ligji, varet nga ministri i Brendshëm. Ministri i Brendshëm miraton strukturën, organikën, planet, politikat dhe ka përgjegjësi të mbikëqyrë veprimtarinë e drejtuesit të gardës. Pra ju thoni që ta sqaroj, ju thoni ndryshe nga drejtori i policisë, e cila është një strukturë autonome. Po. Kur vjen puna... Edhe garda është autonome. Këtë garda, ministri Brendshëm ka... Në ushtrimin e veprimtarisë, por këtu raportet sipas ligjit për Gardën e Republikës, ministri miraton planet, programet, strukturën, politikat e gardës ja e kemi të në ekran. Dhe e mbikëqyrë. Ka autoritetin e plot të drejtimit të kontrollit të veprimtarisë gardës, ai është përgjegjës para ministrit Brendshëm për përgatitjen e gatishmërinë efektive të gardës dhe për realizimin e misionit të saj. Pra ka autoritetin e plot për drejtimin dhe kontrollin. Jemi dakord? Natyrisht ka parimet e veta Garda e Republikës dhe midis tyre ka dhe atë pavarësinë në ushtrimin e detyrës, se ministri është politikan,
nuk është një teknicien. Po kjo e drejta e kontrolit, përgjegjësia për ta kontrolluar në këtë rast nuk është ushtruar. Do më thënë me heshtje, e ka pranuar zhvillimet ashtu si që u zhvillua. Kështu që Ministri i Brendshëm, në gjykimin tim, për këtë rast, nuk i shmanget dot përgjegjësisë, për arsye sepse ka shijuar vetë me sytë e tij, ka parë, ka dëgjuar, ka marrë informacion, ka prekur, bile ka hipur edhe në përlartësi, se çdo ministri në lartësi unë nuk e di, megjithatë ai i ka bërë, atje e kanë çuar. Dhe kur ka marrë vesh që po qelloi në mënyrë masive, edhe pse nuk duhet hynte në këtë rast të qellonte me armë garda, se e kishte objektin e punës ende policia, si kishte ardhur radha akoma gardës. Nuk i kishte ardhur radha akoma. Me mos veprim, do thot ka heshtur. Dhe do thot kush, po si me mos veprim. Po, nëse ti që ke të drejtën, ke përgjegjësinë e kontrollit dhe shikon haptazi, një veprim të kundralishëm që mund të sjellë pasoja të rënda në jetën e qytetarëve. Dhe hesht do të thot minimalja do komunikonte me drejtuesin e gardës, me komandantin e gardës, i cili ishte i pranishëm dhe drejtonte shërbimin, operacionin, veprimtarin, i drejtonte vetë, lëvizte me duar, me këmbë, komandonte forcat e merat. Kështu që ministri, unë gjykoj që është në siklet, sepse nuk e ka kryer mirë detyrën, jo që të merrte rolin e komanduesit, cila forcë do vepronte kysh tek, po kaq duhet ta bënte minimalja për të ndaluar. Po, nëse e ka bërë se nuk e di dhe nuk e kanë dëgjuar, është tjetër gjë, janë dëgjuar urdhra të tjerëve, është tjetër gjë. Tani ku qëndron thelbi i këtij problemi që edhe tani në këto ditë që po gjykohet për 21 janarin, flitet shumë për parashkrim. Po ta vini re, Sali Berisha her pas here del dhe nëpërmjet deklarimeve të tija me pyetje të bëra në mënyrë të pavarur nga gazetarët ose të stisura, jep vijën e qëndrimeve të tija, jep direktive. Do thotë vazhdimësinë, ku duhet të godasën. Jo, në qëndrim duhet të mbajë hetim dhe gjykimi. Bie fjala, është qelluar mbi bazën e ligjit. Garda ka zbatuar ligjin. Kaq hetha ai ndër. Kjo është tezë e hershme. E një sër qëndrime tjera, nuk ka pas urdhër, kërkoni ku të doni, nuk ka pas urdhër. Domthonjë për çështje delikate që ka kjo çështje, ai po del paraprakisht që tu thotë edhe hetuesve, edhe prokurorëve, edhe të tjerëve që angazhohen në këtë diskutim për të kontribuar, kupton që kjo është e vërteta që them unë. Si qëndron problemi, shtrohet një pyetje, janë djegur këto figura shpërdorim detyrës e prishje provave e me radhë, apo jo? Në gjykimin tim, jo. Dhe s'ka vënd fare këtu për shpërdorim detyre. Ata që janë juristë dhe e njohin mirë doktrinën dhe e njohin mirë bashkëpunimin ndahet në të thjesht dhe të organizuar. Dhe të bashkëpunimi thjesht ke organizatorët, ekzekutorët dhe ndihmësit, apo jo nxitësit e ndihmësit. Në këtë rast, ka bashkëpunim apo është fut në valle kryeministri, ministri i brendshëm dhe të tjerë. Unë them që se ka rëndësi. Nëse janë fut në valle pasi u ndodhen viktimat, ata nuk mund të akuzohen për bashkëpunim. Le ta hapin të drejtën penale, është shumë i qartë ligji, është shumë i qartë komentari dhe tekstet e të drejtës penale. Po bashkëpunimin tyre ka lind të mos them që në fillim, përpara se të fillonte demonstrimi, kur janë bërë takimet. Jo, kemi një deklarat, meta para një viti, e ca e pa të thënë, ka një deklarat, kjo është e vërtetë, ne kemi sjellë në emision her pas here që ka një deklarat ministrit brendshëm në natën e 20 janarit. Jo, e kam fjalën. Ku ai e paralajmëron që si do përgjigje policia dhe forcat e rendit nëse do kishte dhunë nga demonstruesit. Unë, me aq sa kam dëgjuar në media, të dy drejtuesit ose përfaqësues të forcave kryesore politike, përpara se të bëjë demonstrimi, kanë deklaruar që ne s'mbajmë përgjegjësi për këtë e për atë.
Do të thotë dhe Po, dhe zoti organizatorët, Rama, e kam pas unë intervistë. po, dhe organizatorët Natën që para- bënin tubimin po, atë e kanë dhënë këtë si që s'mban do për të ishte një Gate City. demonstratë, do ishte jo protest, po do ishte demonstratë.